Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Së bashku me të ftuarit e mi në këtë studio, dëshiroj që urimi për mbarësi të përhapet tek ju me gjithë zemër, kudo që të jeni. I them këto fjalë sepse sot ky urim është i shumë fishuar. Në studion Mirëmëngjes Shkodër kanë ardhur artistë të rinj, pianist, të cilët pas koncertit të tyre Tingujt e Art, është edicioni 16 i këtij koncerti, kanë ardhur me emocionet që të falë loja e bukur dhe interpretimi i pjesëve të mrekullueshme. Ato janë sot këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër, së bashku me mësuesen e tyre, pianisten Dorina Saraçi. Mirëmëngjes Dorin, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, kënaqësi, shumë faleminderit për ftesën. Si gjithmonë ju jeni e vëmendshme për të promovuar punën edhe artin në Shkodër. Unë ju falenderoj për së tepërmi sepse keni dhënë një dhuratë për spektatorin, për jetën e tyre të bukur artistike, por edhe një ndjesi shumë të bukur që në Shkodër ka kaq shumë pianist, artist. Unë dua t'i përmend me emra, janë shumë ata që kanë ardhur sot në studio, po aq më mirë, sepse japin një atmosferë të bukur, japin një ndjesi shumë pozitive dhe të këndshme. Me mua dhe bashkë me mësuesen Dorina Saraçi, sot në studio, janë dhe Raisa Hoxha, Amina Jasini, Matea Cepi, Erti Hoxha, Rubin Kastrati, Jora Ademi, Debora Lufi dhe Clarisa Lufi, Kristin Doja, Benisa Kraja, Ema Puka, Rudina Vendresha, Elizea Pali, Etida Kaloshi, Ujeza Dibra dhe Keidi Pepaj. Një skuadër artistike që vërtet duroj kënaqësi shumë të bukura në... Atëherë për t'ju shtu listës, po përmendi Elvin, i cili nuk mundi të ishte i pranishëm, Elvi Lika, Orgesa Borici, si dhe Said Selhani, të cilët... Akoma më shumë të shkë skuadër. Pa diskutim. Në fakt, djeni mjaft mirë me sa shoh zysh Dorina, po. Unë gjithmonë ndjehem mirë, sidomos kur puna kurorzohet me sukses, kur aktiviteti i arrin qëllimit që arrin me përcjell emocionin tek negjusi, fundit ky është misioni i artit dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Në fakt varet se çfarë pozicioni zë një artist apo një artiste, ju jeni gjithmonë në moton tuaj. Kjo jo vetëm është një vlerë, por edhe transmeton vlera vazhdimisht tek ato që ju përcjellni, tek mësimi që u bëni vazhdimisht. Dëgjoj Merita, unë ju kam thënë vazhdimisht edhe nxënësve, kur një punë bëhet me shumë dashuri, ajo gjithmonë do të dalë me sukses. Padyshim. Dhe pa diskutim, kjo është një punë që unë e baj përtej interesave të tjera që mund të ketë çdo njeri. E baj se është pasioni i gjitha. Natyrisht ti ngjitesh në skenë nuk është punë e lehtë, sepse kjo është një finale e bukur e një periudhe, e një pune, një ecurie. Po unë do t'i pyes vetë pianistet. Do t'i drejtohem së pari vajzës këtu, po? Unë quhem Rudina Vendresha. Përshëndetje Rudin, jemi takuar edhe herë të tjera në studio pasi ke marrë pjesë edhe në konkursa, po jo? Ndërsa vajza tjetër? Unë quhem Keidi Pepaj. Përshëndetje Keidi. Besoj se tani ato emocionet që ju keni pasur për të shkuar deri në skenë ja kanë zënë vendin edhe një farë kënaqësie, apo jo? Si jeni ndjerë gjatë lojës?
Atëherë jam ndjerë shumë mirë, normale arti është shumë i bukur, po ka dhe vështirësi. Emocionet janë gjithmonë atë, po kur shef tërkitjet e publikut, knaqe shumë dhe ja vlen. Ti ke luajtur një pjesë të titulluar? Unë kam luajtur një sonat nga Beethoveni edhe një polonjeze nga Chopini. Repertor shumë i bukur të cilën ti e ke mbajtur apo jo? Ndërkohë që atë ditë kur të gjithë ishin rreth e rrotull në një rreth të madh në skenën e teatrit mi gjeni, besoj se minutat ose sekondat e para kanë qenë disi më emocionuese. Pastaj si ishte? Pastaj në fillim është emocion, po pastaj e ke mendjen veç ta bësh lojën sa më bukur edhe emocion. Kur të duar trokitën, si ishte ai moment? Shumë bukur, domethënë ja vlen krejt mundi që Po, ndërsa shoqëria jote? Unë kam luajtur pjesën e kompozitorit Tchaikovsky, që titullohej Tetore, dhe ishte një emocion shumë i bukur, sepse ja vlet të gjitha e puna kur merrshe gjitha ato duartërkitjet e publikut dhe ishte një gjë shumë e bukur. Ky tetori të sjell ndërmend muajin tetor me atë ndjesit e vjeshtës që vjen, me ato zërat që të thrasin nga vera, me ato ndjesit që diçka po vjen, po troket. Unë të kam ndjekur dhe vërtet më ke bërë përshtypje gjatë lojës se sa vjushmëri kishin të gjitha zërat, pra të gjithë tingujt, akordet, vjushmëria e tyre. Si ishte ti, çfarë të porositi mësuesja? Mua më porositi zysha se me e bë ashtu si që ndjej unë. Dhe me thënë me ja dhënë publikut atë gjë që unë ndjej, me ja që me transportu ndërmjet muzikës e pianos. Dhe ashtu si që është vjeshta, ashtu është edhe e pjesa që duhet mu motë shumë një mira, sepse është aq e brish, sa që duhet me pas shumë kujdes kur i bjen. Mësuese Rudina krahas, më fal, Dorina, edhe një herë kam gabuar. Është emër më i përdosh. Dorina është pak më i veçantë. Dorina. Me sa duket ke transmetuar kaq shumë ndjeshmëri sa këto nxënës, pianist, jo vetëm që e kanë shprehur, por din nëpërmjet tingujve, por edhe nëpërmjet fjalëve janë bërë në një farë mënyre interpretues të mirë, ashtu siç e mëson mësuesja. Kështu bravo, apo jo? Keni një marrëdhënie më së të afërt me sa shoh. Keni porositë shumëta derisa të ngjiteni në skenë? Po, se porositë e nzyshës janë gjithmonë të vlefshme edhe e falenderojmë shumë sepse ato porosi na kanë vlerëtur që tani dhe do të na vlejnë gjithë jetën. Sa bukur. Po këtu afër janë edhe të tjerë pianistë, për shembull afër unë shoh dy motra të cilat ndjekin pianon me shumë kënaqësi, apo jo? Vajzat quhen? Unë quhem Deborah Lufi. Unë quhem Clarissa Lufi. Jeni në garë me njëra tjetrën, kush do interpretojnë më bukur, i bëni vrejtje njëra tjetrës? Jo, absolutisht. Thjesht unë t'japim japim atë mirën tonë. Më falë Merita se po ndërhy, harrova me përmend edhe një nxënëse ndjes që ishte karamelja e koncertit, ishte më e vogla e koncertit, është Amber Golemi, është ajo që hapi koncertin. Nuk kishte mundësi as Amberi, po mësuesja e përshëndet. Është kohë plazhi dhe me siguri ajo do të jetë duke kanë prit pa diskutim që sepse tensioni nuk ka qenë i vogël, me thënë drejtën. Deborah është në shkollën Branko Kadia, janë të dy janë në shkollën Branko Kadia, pra pianon e mësojnë për pasion. Sapo kam përformuar klasën e 8, në klasën e 6. Si është në klasën e 8 dhe në klasën e 6, si është të mësosh muzikë, piano, krahas mësimeve dhe ajo muzikë që ju bëni të zëj vend në brendësinë tuaj, në shpirtin tuaj? Në fillim, sepse unë kam 6 vite që luaj piano. Në fillim,
unë kisha emocione shumëta, sidomos kur dalësha në koncerte, dhe më duke një gjë shumë e vështirë, por më pas me kalimin e kohës fillova të mësohesha. Pra nuk është hera e parë që ti luan në koncert. Çfarë pjesë ke luajtur? Pjesa e parë titullohet Debussy, arabesk nga Debussy. Pjesa e dytë është një sonatë nga Haydn. Përsërish Dorina, besoj se ka zgjedhur pjesë shumë Jo, duhet edhe më nal pak, jo vetëm që janë të veçanta, por problemi është sepse këto në fakt nuk kanë asnjë dallim nga nxënësat që sidomos Debora hin në fëmijët e mrekullueshëm, që ke dëshirë për me punu. Clarissa është, dhe me thanë, e ka fillu pak më vonë. Është më e vogël, e ka filluar pak më vonë pianon, dhe me thanë, dhe për këtë arsye nuk është akoma në nivelin e Deborës, por Debora është lot, si me thanë, me të gjitha parametrat e një nxënëse shkolle dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Pa diskutim që në këtë moment unë duhet me falenderu edhe prindrit shumë, sepse panimen e tyre nuk është i mujtën kë aktivitet dhe gjithë puna ime. Pasi falë këmuljes së tyre, janë këto fëmijë këtu ku janë, kështu që unë gjej rastin edhe i falenderoj pa mas të gjithë prindrit. Po mirë, si studioni ju në shtëpi, me radhë, me njëra tjetër, njëra bërë mësimet e shkollës, tjetra luan në piano, pastaj ndroni vendet, si është ajo atmosfera në shtëpinë tuaj? Ne studiojmë me radhë. Nga një orë çdo ditë secila. Përveç orës që bëjmë shpinën së Dorin, tek shtëpia e saj. Po, Clarissa, besoj se mezi shpret që Debora të mbaroj dhe të shkoj tek piano Clarissa, apo jo? Po, sigurisht. Çfarë pjesë luajte? Po? Në koncert unë luajte romancë nga Beethoven dhe luajta Liebestraum nga Franz Liszt. Çfarë autor është të mrekullueshëm. Ju kujtohet kur keni ardhur për herë të parë, keni vendosur duart në piano, si është duk pianoja për ju? Ka një emocion shumë i çuditshëm fakt. Herët e para, por më pas emocioni fillojnë të shtuken. Po Debora, besoj se dashurinë për piano e mori nga motra, apo jo? Si ishte? Clarissa. Në fakt, po. Atëherë në fillim, unë e fillova më vonë në fakt, më duk diçka shumë e bukur, por masanaj u mësova, kisha shumë emocione në fillim. Po të gjithë kanë emocione. Po pastaj kur ulen aty në piano, i largojnë të gjithë, si u prit ato dorë trokitje, çfarë ishin për ju? Si shtonë dhe vajzat ma përpara, pavarësisht se koncerti sa i bukur është edhe i vështirë dhe emocionues, do në fakt pata pa këngë. Por duar trokitjet e spektatorëve shumë të gjitha emocionet e keqija. Po prindrit si ju mbështetën? Prindrit na mbështetën, por nga ana tjetër ata ishin të emocionuar se si ne i polushim. Ne jemi prind vetë dhe kur një fëmijë shkon për të dhënë një paraqitje të tillë, patjetër që edhe prindi ta. Mirë, unë ju uroj gjithmonë ecuri të mbar. Nuk ju pyeta, tani që mbaroi koncerti, jeni afruar pianos apo e keni lënë pak pushim? Kemi pushuar pak. Por nuk do ta lini gjatë absolutisht. Suksese gjithmonë. Është gjë e bukur mësuese Dorina që të mbjellësh pikërisht këtë dëshirë dhe këtë pasion tek nxënësit tuaj, apo jo? Ti frymëzosh madje? Them se tamam siç thoni ju, pasi më mirë fëmia të luajë një orë një instrument se sa të merret me diçka që është e dëmshme edhe për syrin, edhe për trurin. Arti nuk është kurrë i dëmshëm. Përkundazi e zbut më tepër shpirtin e një njeriu dhe bëhen apo nuk bëhen artistë të famshëm të skenave të mëdha. Këto janë artistë brenda vetes. Apo shumë e vërtet. Dhe më thanë, në një farë mënyre të formon një personalitet pak ndryshe nga tjerët, sepse nuk thonë kot shpirt artistit.
Kështu është. Ja kanë ardhur edhe 2 instrumentistë të tjerë, 2 pianistë të tjerë, të cilët do të më prezantohen tani. Unë quhem Amina Jasini. Unë quhem Rubin Kastrati. O Rubin, po e fillojmë bashkë. Respekt për djent, se kemi me pakit. Me pakit, në çfarë klase je zemër? Kam mbaruar klasën e 5. Të 5-ën. Për sa kohësh je duke studiuar në instrumentin e pianos? Tek 3 vjeç, më thëmë. Ah, po shumë interesante. Si ndodhi që 3 vjeç ti kishte një tastier në shtëpi? Po. Dhe ti bie tasteve me dëshirën e një fëmije, aty këtu, do, sol, si bemol, fa diezis e tjere, kështu. Pastaj, dikush e vuri re që ty të pëlqen më shumë pianoja, si ishte kjo? Pianoja është e bukur dhe është arsye që ta pëlqesh. Po ke edhe një zë të bukur, ke provu të këndosh? Ndonjëherë. Moshta. Atëherë mund të thamë diçka për Rubini. Rubini është në shkollën Ismail Qemali. Unë kam shoqe edhe mësuesen e Rubinit, të njohur, ma mirë me thanë, dhe më ka thënë që është një nxënës i shkëlqyer. Mirë, po si çdo çun që ma shumë i pëlqen pak të losi. Rubini në një moment, dhe me thanë, jo se ishte mërzi, po janë me faza. Ka momente që përton me studiu, ka momente që nuk përton. Dhe si duket Rubini ishte te kjo faza dhe i thot babit, ti kotën ke qu aty se unë nuk baj për këtë punë. Po në fakt, unë nuk e di se sa ju ka ranjë në sy, por për Rubinin unë kam marrë përzimet më të mëdha, sa që kanë menu, një lojë me temperament. Dhe unë i kam thënë, Rubini dashur, a bën për këtë punë, apo s'bën për këtë punë? A bën për këtë punë, Rubin? A bën. Sepse është një dashuri e madhe. Çfarë ke luajtur? Kam luajtur Gypsy Dance nga Heinrich Lindner, më duket, dhe Qimaj nga Ennio Morricone. Morricone që e duam kaq shumë të gjithë muzikën, a? Po mirë, po cilat pëlqej ty më shumë? Kimaj, e ka luajtur për hatrin e babit. Se nga që pëlqente më shumë babit. Po ti luan edhe për çefin tënd. Ndërsa pianistja? Amina Jasini. Po Amila. Unë kam 4 vjet që jam këtu në kurs për piano. Kisha shumë emocione në koncert. Edhe më pëlqej shumë. Është hera e parë që merr pjesë në një edicion të tillë? Hera e 4. Hera e 4. Besoj se vit pas viti ke grumbulluar më shumë duar trokiti, a? Po. Kush erdhi në koncert për të ndjekur? Erdhen kushërit e mi edhe shoqet, edhe normal që i prindërit. Cili ishte komendi ose ajo falenderimi më i bukur që t'u bë? Dhe nga kush? Nga Halla, se asaj pëlqejnë shumë pianot, me lut pianon, edhe i pëlqej shumë. Çfarë ke luajtur? Unë kam luajtur Dance of the Sugar Plum Fairy nga Tchaikovsky edhe River Flossing ju nga Yuma. Duhet të shtoj edhe diçka që prap falenderoj edhe mamën e Aminës, pasi vazhdimisht her pas heret, ato dhe me thanë kaq ju ka hi në gjak si familje kjo punë, sa që dëgjojnë pjesë në YouTube, mësuse, a mund të alosin Ami këtë, mësuse unë, dhe një farë mënyret edhe më freskojnë, sepse ndoshta unë jam e fokusuar më tepër tek muzika klasike dhe ato veprat që ne luajmë vazhdimisht në shkollë dhe sidomos edhe pjesën Kimaj të Ennio Morricones na e downloadoj nga interneti mama e Aminës, kështu që e falenderoj se më ndihmojnë këtë rast, se janë shumë për të zgjedhur program. Pra, e gjithë familja merr pjesë dhe është shumë e interesuar për ecurin tuaj, apo jo? Po. Ku studion dhe si studion ti? Unë studioj në shkollën Gjedin Fishta. Po? Edhe tash nuk jam në shkollë muzikës, po thjesht i bi pianos në shtëpi.
spektatorët e tu të parë janë prindrit, të cilët Edhe halla, se edhe e halla është huazoj, afër. sepse halla është afër, ka një piano, pasi Amina më thane ka pianon tastier, pak ma jo profesionale. Po. Edhe shpesh herë, dhe më thonë, ne i trokasim edhe hallës, e falenderoj edhe hallën që ma ndihmon Aminën Sa për bukur. studiu. Jashtëzakonisht bukur, shumë suksese Amina, shumë suksese Faleminderit Rubin. Natyrisht pranë karrigës mikrofonit do të jenë 2 artistë të tjerë, po ju quaj artist sepse në këtë rrugë jeni, apo jo? Nuk është e lehtë të organizosh vit pas viti edicione të tilla, mësuese Dorina. E lehtë nuk është as pak, por unë kam shumë mbështetje dhe një mbështetje shumë e madhe akoma nuk ka ardhi ora, po s'ka gjë, po e përmendni edhe Elën, shoqen time, Ela Ademin, e cila pothuajse çdo vit më ka ndihmuar me organizimin edhe me çdo gjë, dhe jo vetëm Ela, të gjithë prind janë jashtëzakonisht të angazhuar, sa që biles në një vit ka një 2 vjeta 3 unë nuk mundta me bë koncertin për disa arsye dhe e bëra në dhjetor, pra e prisha rregullin nga në qershor, e bëra në dhjetor. Dhe kur erdhi dhjetori tjetër, më thanë, mësuse, a kena një prep koncert? Më thanë, edhe këto janë mësu, e kërkojnë, do më thanë atë, pra, studiojnë për një qëllim në fund të vitit. Dhe për mu, kja është kënaqësi, me thanë drejten, sepse është bukur për me u dhanë kënaqësi edhe satisfaksion edhe të gjithë prindve. Një mrekulli. Janë 2 vajza të tjera, pianiste. I ruani duar, gishtat në mënyrë që ata të jenë gjithmonë në formë? Po. Pianistja bjonde quhet? Unë quhem Ema Puka. Ndërsa vajza tjetër? Unë quhem Etida Kaloshi. Ju keni luajtur pjesë të zgjedhura vet, apo ju ka sugjeruar mësuesja? Më ka sugjeruar Zysha. Dhe ke luajtur? Vals nga Chopin. Chopin. Sa që e bukur është, a? E kujton pak? Po. Ha? Me këndu? Me këndu. Ha? Nuk ti. S'ka gja. Ndërsa vajza tjetër? Edhe unë pjesë kam të sugjeruar nga Zysha, kam luajt një sonat nga Mozart dhe një vals, quhet Vals mbi një temë popullore nga Tonin Harapi. Sa gjë bukur. Gërshëtimi i pjesëve është karakteristik e këtij koncerti. Shpesh pianistët kanë luajtur 2 edhe 3 pjesë, por edhe pjesë të mëdha, siç ishte Etydi Revolucioni i Chopinit, apo edhe pjesë të tjera, apo jo? Në fakt, këtu duhet nalem pak, pasi unë gjithmonë e vetmja kritik e mirë, më thojza, është se koncerti zgjat shumë. Po që ndodhë? E para është numri i nxancave që është i madh dhe unë du me ja bë qefin të gjithëve. E dyta është fëmijët e vegjël siç janë Amberi ose Erti që kanë vite ma pak, kuptohet. Nuk ngopen me një pjesë. Jo, po nuk ngopem unë me një pjesë, se më duket domethënë sepse edhe prindi ka kënaqësi që ta shohë sa më gjatë në skenë dhe për këtë arsye unë mundohem që me i bë të gjithë barabar. Dhe në qoftë se Etida për shembull e ka pjesën që i zgjat 5 minuta, unë brenda 5 minutave ose 6 minutave mundohem të rikuperoj edhe 2 pjesë tjera. Do të thonë që të jemi të barabartë në çdo drejtim. Kjo mësuesja juaj është si një peshore farmacie që të shpërndaj të gjithë kujdesin e dashurinë. Kjo është arsyeja sepse më thonë po pse do rinë me 2 pjesë ose pse me 3 pjesë. Po që thell aty janë minutat janë njësoj barabar për të gjithë. Të ndalemi tek emocionet që kanë përjetuar vajzat. Unë fillim kisha shumë emocione.
Por atmosfera e koncertit ishte shumë e bukur. Gjithë publiku i rrethum rreth meje, Tanaldita, gjithçka. Kur la prap kisha një stres me vetin, por mandej u çlirova krejt kur fillova duke luajt pjesën. Një mrekulli. Po ti zemër? Unë ndjeva shumë mirë, nuk kisha shumë emocione, kështu frikë. Më duk si një gjë normale. E qetë. Po, e qetë. Në atmosferën tënde, të pëlqen kjo gjë. gjë. Po mirë, e keni intensifikuar studimin ditët e fundit para koncertit apo ishte çdo gjë konstante ashtu siç ndodh për gjatë gjithë vitit? Jo, në gjatë verës e shkurtoj paksa studimin, por para koncertit kam studiuar njësoj. Po edhe në verë studioj për çdo ditë nga një orë. Ndërkohë që për gjatë vitit ju keni mësuar edhe pjesë të tjera, po këto pjesë ju i keni zgjedhur për koncert, Kanë përzgjedhur, pa diskotek. Kanë pjesë të përzgjedhura dhe unë këtë pikë, me thënë drejtën, mundohem, mu pëlqejnë gjitha, sepse i zgjedh edhe vetë, por mundohem që të bëj një impakt mirë edhe te dëgjuesi se nuk është se është, si me thënë, një dëgjues profesionist. Jo më kot I keni quajtur tingujt e artë, sepse ato vërtet kanë një ndjeshmëri shumë të veçantë tek spektatori, tek dëgjuesi. Kjo është një ndër gjërat e rëndësishme në fakt që unë baj përzgjedhjen e pjesëve, që do të thënë në mënyrë që publiku mos të mërzitet, të jetë gjithmonë sa mirë kena edhe një pjesë e tjera. Ndërkohë që vajzat koncertin ose kanë marrë pjesë edhe në edicione të tjera. Kështu do? Po. Besoni se përgjatë këtyre viteve që ju keni marrë pjesë, I keni çliruar veten nga emocione dhe ato që të pengojnë, por ato gjërat e bukura që keni brenda jush kanë ardhur në rritje? Po, unë kam 7 vjet që luaj piano. Herët e para që dolën në koncerte ishin një emocion shumë I madh, sepse kisha shumë frikë se mund bësha diçka gabim, por me kalimin e kohës unë jam mësuar dhe tash nuk e kam marrë problem. Gjë e mrekullueshme, apo jo? Po për ty? Unë kam 6 vjet që luaj piano dhe herët e para që kam bërë koncert, kisha shumë frikë dhe kisha emocione të mëdha. Po mirë, përpara se të dini në koncert, bëni një koncert të vogël ju aty tek shtëpia juaj, nana, baba, gjyshja, halla, janë aty? Unë gjithmonë një ditë para se me dalë në koncert, I thosha mamit, hajde në një pjesë, ai ka mirë, kam nevojë me studiu më. Dhe kështu është, gjë shumë e bukur. Suksesi gjithmonë paçi, ndërkohë që përsëri janë 2 pianistët të tjera. Keni shumë mysafir sot në studio. Unë e thash edhe në fillim, është ndër herët më të veçanta që ky emision zhvillohet me kaq shumë artistë në këtë studio. Është diçka shumë e bukur, madje entuziaste. E theksuar sjell frymë dhe energji pozitive, mendoj, mas një viti shumë që kemi kaluar. Shumë sjell ndjesi të bukura pas atij viti që ju nuk rreshtët së punuari, apo jo? Si ishte? Jo, biles falni, biles edhe vjet që ishte çdo gjë e stokuar. Unë përsëri për mos ta humb traditën, po vjet ka qenë shumë e lodhshme dhe kam thënë ma parë gjej një instrument dhe e vendosi dikun në një lokal, në një obor, ku di unë se si, sepse ajo ishte shumë e lodhshme. Unë të gjithë fëmijëve ju bëra nga një video në shtëpi, kuptohet me pjesë që do të lushin, dhe e transmetuam në një lokal evenimentin me video, dhe edhe aty nuk është se pat ndjesi të njëjta, por ama gjithsesi ajo që deshta me përsjellu përcol. Kjo është Susedurina dhe nxënësit e saj. Apo jo?
e kemi organizuar tek një lokal në Shkodër. Kanë qenë të gjithë këto fëmijë pranishëm dhe pjesëmarrësa. Pra nuk e humëm atë Atëherë kam dy edicionin. pianiste të cilat quhen Jora, Ademi. Jora, përshëndetje zemër, dhe Elizea Pali. Elizea. A jeni dhe shoqe kështu gjatë Po, studimit? edhe është kështu mësimit ose studimit, jena shumë të afërt. Muzika ju ka lidhur akoma më shumë. A jeni në shkolla të njëjta apo të ndryshme? Jo, unë jam tek austriakja. Unë jam në shkollë muzike. Megjithatë, ju takoheni tek muzika. Po. Muzika çfarë është për ju? Koncerti. Çfarë të koncerti? Unë mund ta konsideroj si një pikë çlogli për mua, pasi edhe mas mësimeve të ranume, edhe gjanave të shkollës, gjithmonë gjen kohën mu në piano, edhe me çutsu vetin, edhe mu relaksu. Çfarë klase mbarove Jora? Klasën e 7. Keni pas mësime shumë Po, Gjatë shumë tensionume. Po si e gjeje kohën? Në çfarë ore të ditës e gjeje kohën për të unë në Është piano? edhe pak çesharake se gjatë orës të vona, më pëlqen shumë me lut piano. Aha. Edhe shumë kujshi më falenderoshin pasi vesh për shembull fëmijët e tyre në gjumë ose diçka e tillë. Edhe Unë të thonë se të kanë thirrë policinë që pastaj nolle kundërta. jo, unë është shih tepër kulturu. kundërta. Edhe unë shumë e stresuar për shembull mami më thotë që çej të bëj të luj një majtac. Por jo, ton falenderoshin. Po ndonjëherë mësu se Dorina të ka mësuar të përdorësh edhe surdinën, domethënë. Në mënyrë që tinguj të jenë më të minimizohen, Po ka ishte edhe tek pjesa jam. Të çfarë pjesësh ke luajtur? Tarantela Pjeconka. Pjeconka. Është një pjesë italisë të mesme, Napoli. Me motive. Me motive. Po, me motive të Shumë bukur. Ndërsa shoqja jota është një pianiste. Është nxënëse edhe në shkollën e muzikës e natyrisht Ka qenë edhe herë tjetër në duket Elizia këtu apo jo? Jo, Jo. se kam mësuese Dorina, nxënësit tuaj aktivizohen në shumë evenimente, madje edhe në konkurse. Po, patjetër. Vetëm si vjet nuk kemi marrë pjesë në fakt në konkurse pasi ishin të gjithë online. Vjet ka marrë pjesë Ema në një konkurs në Zvicër, ku është Ema. Jo, Ema ishte ajo vajza bjonde që kaloi më përpara. Vetëm Ema që mori pjesë në konkursin online që u organizu vjet, në fakt ishte një konkurs me një pjesëmarrje jashtëzakonisht dhe një konkurrencë shumë të madhe. Me thënë drejtën, unë jam e kënaqur për çmimin që ka marrë. Sa gjë e bukur, po pse se përmendet Ema? Apo Po, ja, nga që doli tani më domethënë ndërkohë që le të drejtohemi pianistës sonë në shkollën e muzikës. Çfarë ke luajtur ti zemra? kam luajtur një sonat nga Beethoveni. Më ka pëlqyer shumë edhe zyshe se o duke bukur. Kam luajtur edhe se ne kemi një si provim të fundit. Edhe kam luajt mirë besoj edhe Po, shumë bukur ke luajtur. Mua më ka pëlqyer pafund. Në fakt gjatë shkollës, gjatë procesit mësimor ti ke një repertor të zgjeruar apo jo? Që ka të bëjë me Bach, me pjesë shqiptare. Mund të më tregosh diçka më shumë? pjesë të huaj ndoshta kemi fillon nga bau, pastaj është sonata, po etyde shkallë. Komplet programi si në kohën tonë. Ndërkohë që tingujt e artë të sollën në këtë skenë, kur rreth ishin jo vetëm prindrit, po artëdashësit do t'i quaja. Si vlerëson duartrokitjet e tyre? Më pëlqen shumë fakt nuk kisha emocione hiç kur erdha aty në skenë, kur ula pak me erdhen, po kur u qova edhe duar trokis
Po. Në fakt është Kishte shumë duar trokitje, po. Në fakt, edhe jena mësu pas gjithë të vite piano. Ba Edhe profesionista mësohesh me me piano. dal, po, mësohesh me dal skena. Gjithmonë, për shembull unë, kur edhe vitet e tjera, e kam gjetë si kënaqësi me dal në koncert sepse ishte një diçka që njëkshin tonë të afërmit tuaj, edhe ishte thjesht kënaqësi si me kanë shtëpi tonë, edhe kim lallti tonë, si me thonë dashamirë se tu. Kjo është e bukura. Kjo është e bukura. Apo jo? Mësuese Dorina. Kam se po, përderisa këto i shprehin vetë këto fjalë dhe emocione, unë besoj se ja kam injektu. Padyshim. Mësuesja ju frymëzon. Si ndodh kjo kur ju mbaroni një orë mësimi, merrni librat dhe merrni rrugën për në shtëpi. Pastaj keni në mendje tinguj, fjalët e mësueses, si është? Mësuesja më fakt ka diçka që gjen shumë sinonime ose shumë, më thënë, gjen edhe mënyra me ta përshkruaj shumë bukur. Si me e ba një pjesë, si me e ba një moment që është pak më i vështirë se tjera. Edhe gjithmonë edhe në koncert kujtohen tana fjalë që thot edhe gjen edhe pak me qesh me veti. Kjo është ajo që nuk harrohet asnjëherë. Jo. Mu po më vjen mirë që Jora, dhe me thanë, thot këtë që në momentin që luaj, unë kujtoj çdo fjalë mësuese se kjo ka të bëjë shumë me autokontrollin. Dhe me thanë që këto fëmijë përveç se mund të kenë emocione, unë besoj se munden me menaxhu ato mjaft mirë, sepse përderisa në momentin që luajnë, ju kujtohet edhe një detaj i vogël që ju kam thënë, kjo është një gjë domethënë se. Po kjo është ajo mjeshtria, ai çelësi që mësuesi hap derën në këtë rast mësuese Dorina ju ka hapur derën, ju keni hyrë vetë brenda. Mirë, ju falenderoj, do t'i lëm vend 2 pianistëve të tjerë. Përsëri unë do t'i lë vendin djalit, i cili quhet Erti Hoxha, përshëndetje Erti. Sa vjeç je zemër? 10 vjeç. 10 vjeç. Prej sa kohësh ke vënë duart në piano, ke filluar të luash në 2 vjet. 2 vjet. Po, shoqja jote Është motra. Janë motra e vëlla. Sa Ashtu bukur. siç Clarisa me Deborën. Po, Unë jam Raisa Hoxha, dhe unë kam të Përshëndetje, 7 vjeç që i bi pianos. besoj se të ka frymëzuar Marisa për Raisa. Po, unë e moj mend, kur në fillimet e mia të ra pianos, o kanë vite e mi parë, edhe vite bami me babin, erdhen për herë të parë të shtëpia zyres me më dëgju mu të ra pianos. Edhe erdhi edhe Erti me ta. Në atë kohë kanë shtëpia zyres mush me lojna. Erti në vend që më shku të lojnat, fill shtypi taset e pianos. Ty ishte trokitja e parë, apo jo? Si të zhdukur tastiera në fillim Erti? Shumë e butë. Nuk e kishe dëgjuar ndonjëherë. Shumë e bukur. Është vërtet, sepse muzika kështu është, e butë, e dashur, e amël, frymëzuese. Dhe pastaj ti, pasi i rea ti tastit, nuk e di çfarë note mund të ishte, gishta të shkuan edhe tek tastet të tjera, kështu ndodhi. Po. Dhe ju e kuptuat se jeni shok edhe në piano, përveç se motër e vëlla. Raisa, çfarë luajte? Unë kam luajtur rondala turka nga Mozarti dhe Marriage d'Amour nga Paul de Senneville. Marshi turk, ha? Po, të dyja pjesë famshme. Të famshme. Ke studiuar shumë sepse ata nuk janë thjeshta. Po, allone, si shoqet e mia, kisha frymëzim natën me studiu, sepse pas jam tek shkolla austriake atë ka ngarkesë, natën nga ora 10-11, shkosha në piano dhe i bisha pianos edhe isha edhe siç lodhje për mu dhe po kuptu kalote një orë e so. Po mirë, ju thoni edhe kjo mua më vjen jashtëzakonisht mirë që pianon e keni përveç se shumë çka edhe shlodhje. Po. Po ti mbash mend gjithë ata tinguj, gjithë atë part, gjithë atë pjesë, nuk është e vështirë?
Jo, nuk është as e lehtë, por të ra ton kohën dhe shpesh e mon mend domethënë dhe mon mendin kujdet njësinë që ki pas të ra pianos në shtëpi dhe të rikthete njësia të ra në koncert. Shiko Raisa se për të mësuar një partitur duhet që në fillim të mësosh nota, të mësosh solfezhin. Po. Si ishte kjo Në tek ty? fillim ka qenë e vështirë për mua dhe unë shisha vetë me shumë stres tek kur shkosha te zysha dhe nuk është se kisha shumë qejf me shku. Por ma vonë të rrit dhe unë kuptova që unë vlerësoj shumë pianin edhe kuptova që kam fat që edhe prindët e mi më kanë çuar te zysha mira pianos dhe është bë piani një pasion shumë i madh për mua. Po Erti, qa ki lujt Erti? Kam luajtur një valz nga Fledermausi dhe Pink Panther. Pink Panther. Të gjithë fëmijët. Papam, 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 papam. Vjen Raisa ndonjëherë fshetas me këtë muzikë dhe ta nxjerr kokën aty pas pianos? Po. Po mirë, ti këtë pjesë të gjitha pjesët i luan edhe në praninë e prindërve. Ju nxjerrin përpara, ju bëjnë vrejtje, ju thonë, sot ti ke luajtur më mirë. Po, sigurisht, por Erti më kalle mu dhe unë e Erti studiojmë bashkë. Mami më thonë, unë studioj vetëm dhe Erti më dëgjon, kurse unë dhe Erti rrim bashkë në stal, edhe unë mësoj Ertin se që me bë kur ka ritmin nga bim. Ju mirë kuptoni njëri tjetrin me vrejtjet apo ndonjëherë dhe siheni Pa diskutim se është motra madhe, ka edhe ma tepër vite eksperiencë, që Erti besoj se e ka ndigju në atë pjesë. Mirë, Erti, pak qa marrok si janë djemt. Shumë serioz, Shumë se merita, është shumë serioz. Serioziteti të Dhe me ndihmon. thani ka me pagesë buzëqeshje. Mirë, Erti, tashti në ditët e pushimeve verore, pianon do ta leni pushim apo do ta vizitoni her pas here? Ndonjëherë do t'i bie pianos. Raisa? Erti gjithmonë kur i bjen pianos i pëlqen me kënu dhe kënaqen notat, edhe mu pëlqen më shumë kur i bi që Erti me kënu se një gjallëni më shumë. Një mrekulli, mbështetje dhe bashkëpunim. Ju falenderoj pafund, ndërkohë që janë dy pianiste të tjera. Dy pianiste që vinë me emocionet e tyre, ato quhen Benisa Kraja. Përshëndetje Denis. Benisa, me B, Benisa. Edhe Ujeza Dibra. Përshëndetje Ujez. Emrat veçantë, shumë të bukur. Ashtu si që është dhe muzika. Janë edhe kushërira. Prandaj, gja shumë e mirë kur keni lidhje kështu të afërta, sepse frymëzoheni. A jeni në garë ndonjëherë me njëra tjetrën? Ja, sepse unë kam tash 2 vjet që kam hinë, ndërsa Ujeza është që ishma për para dhe kena goxha vite diferencë. Por çfarë emocionesh keni pas gjatë lojës? Po në fillim kam qenë shumë emocionume, ma vonë kur fillon mira se a hera parë që unë i bikëshu përballë një publik, ose hera parë... Hera e parë për ty Denis. Edhe vjet me video. Vjet me video, kurse si vjet drejt për drejt, është diçka tjetër kështu. Kush kishte ardhur për të të ndjek? Mami e babi edhe tezja që është mami. Edhe mami i Ujezës, ndërkohë që duart trokitjet ta ngrohen shpirtin. Po më pëlqejnë mu këto që po mirë, çfarë luajta? Kam luajtur një minoj të Bachut edhe një pjesë tjetër të një kompozitori gjerman. Pas ke qëndruar tek gjermanët. Po. Me keni, me skuadrën, me Gjermani? Me skuadrët e futbollit. Jo të Don Bosco. Ja, nuk asnjë një. Nuk i mirë. Nuk i mirë. Futboll dashse. Nuk që nga. Ujeza? Atëherë nuk kam luajtur për herë të parë ndër tonë eksperiencën time për 8 vitesh, kam luajtur për herë të parë një pjesë jazz. Edhe si më thonë, ishte si sfidë për mua, pasi tu kanë sa është pjesë jazz, ka ta teknikat e veta. Edhe është krejt një gjë tjetër prej pjesëve që jam mësuar me lujt. Edhe si më thonë, ka pas nevojë për një impenjim më shumë se herë të tjera. E veçantë. Ishte e veçantë, unë e anonqova edhe te koncerti në fakt, edhe djali im ka një shije muzikore pak si të veçantë.
edhe i pëlqen jazzi si rrymë. Dhe më thot, mam thot, kam një pjesë të bukur, edhe thot, jepja thot në i fëmis të mirë që e din ti se e lot. Unë fakt kisha 3 nënë dhe me fotokopju partiturën e kanë fotokopju disa, por me ujezën u fokusova ma tepër dhe e përzgjodha ma mirë me thanë për ujezën. Ashtë në fakt prima është një harmoni krejt ndryshe me klasiken. Ujeza e lujti shumë bukur në prova, por pat pak emocion në koncert. Ishte dashpet mi edhe Markelian Kapidani. Pra, fiksi, gjatë kam thanë që po t'ishte Markeliani, tham që do ta kishte vlerësu, por pse jo, shpresoj që nëse bëhet jazz festival, unë i kam thanë ujezës që ta majnë dorë, sepse është një gjë me vërtet e bukur. Të pëlqen edhe kjo rrymë e veçantë muzikore, ujez? Ka kësë që thonë përbëllja por me jazzin, sepse nuk është se kam një fort si rrymë, edhe të shmenoj se edhe vitet e tjera kam e praktiku më shumë pjesë kësoj rrymë, se menoj se deri diku jam përfshi dhe me thonë, edhe të ke pjesë. Sa bukur, sa bukur. Hap pas hapi ju zbuloni dritare të reja. Si që thash edhe më herët, mësuesja ju e vetëm qelsat. Ju pastaj keni një dëshirë të jashtëzakonshme. Po shumë kënaqësi t'ju shikosh edhe tek komentoni atë çfarë ju ndjeni apo jo. Për Benisën ishte hera e parë drejt për së drejti. Mendon që në edicionin e vitit të ardhshëm, i cili do t'jeti 17, do t'jesh përsëri në skenën e tingujve të artë? Po, sigurisht kam pas shumë emocione dhe isha si me dyshin, në fakt me bo, po mos me bo, si mirë koncertin. Por një shumë mame e babi të më inkorajua, të më thonë që edhe po banë në i gabim, jo të njerëzit e di muzikën, nuk e në. është vërtet, është dhe kjo. Edhe atë fillova me i hegel emocionet. Çfarë klase ke mbaru Benis? Unë kam marrë 6-ën edhe jam të shkolla Zemra Krishtit. Po, ndërsa Ujeza? Që kam marrë në klasën e 8 dhe jam të shkolla kolegjit të Kasën e Zakosha. Më bën përshtypje këtë nxënës me formime, me impenjime, vinë me kaq seriozitet, motivimi është i jashtëzakonshëm. Arritjet po ashtu shumë Ujeza është edhe pjesëmarrëse në konkurse të ndryshme, ku është më e vogël, se tash kuptohet ngarkesa shkollore është shumë e madhe, Ujeza është nxënëse e mrekullueshme, ashtu si të gjithë këta. Me sa di unë, me sa kam ndjeni, këta të gjithë janë nxënësa shumë të mirë edhe në arsimin e përgjithshëm. Një mrekulli, suksese gjithmonë. Ndërkohë vinë 2 titullare të tjera të këtij edicionit të 16, janë më duken pak më të rritura. Më të rritura janë, e vërtet. Quhen? Unë quhem Kristin Doja. Ndërsa unë Mateja Cepi. Përshëndetje. Urime. Besoj se keni marrë shumë urime. Po, në fakt, së parë dua ta falenderoj Zyshin për gjithë punën e saj, me gjithë, po veçanërisht me mua, sepse unë më shumë e shoh Zyshin si një show që mundesh për me diskutu, për me fol, dhe kjo ta bën më të afërt lidhjen si me pianon dhe si me Zyshin. Unë të kam ndjekur gjatë interpretimit të etudit Beethoven patetike dhe revolucionin. Glinka, nuk e ka luajtur revolucionin asnjëri. Atëherë mbase jam ngatru. Nuk e di. Ndërkohë që pasi mbaroi njëra pjesë, ti komunikove me sy tek mësuese. E pas e mbure gjithë. Në fakt, nuk e di pse, por kam qef për me pa shikimin e zyrës si kam lujt pjesën. Dhe kur luajta pjesën në fundi, isha më çliruar sepse pash dhe reagimin e zyrës. Gja mirë. Çfarë klase ke mbaruar? Unë mbarova vitin e 2 në shkollën e muzikës. Dhe patjetër që ti ke edhe pjesëmarrje në konkurse, në mesazhe, në aktivitete. Po, në fakt këtë vit nuk kam marrë pjesë, për shkak se kam pasur më shumë ngarkesë dhe në piano, vjushmëri
një vit pandemik, kuptoj. Por ndërkohë që ti je gjithmonë në moto. Shoqja jote? Ndërsa unë pianon e kam qyshe vogël si hobi, edhe është një prej mënyrave më të bukura për me shpenzu kohën e lirë, edhe besoj edhe më produktive, që ka niku edhe në fushë të tjera, si personalitetin. Në çfarë shkolle je ti Zema? Jam të shkolla austriake, vitin e parë. Edhe pavarësisht, domethënë informatika dhe pianoja janë dy gjëra pak a shumë të kundërta. Kështu që më bëhet qefi që përveç drejtimit profesional vazhdoj mu marrë edhe me diçka artistike. Vitet do ecin. Natyrisht pianoja, shkolla, ecuria, pianoja, muzika janë këtu brenda jush. Si mendon këto pjesë që ti ke mësu dhe do të mësosh të tjera, do t'jenë gjithmonë në duart gishtat tuaj? Po tjetër, sepse përderisa është diçka që ke bë mund për me mësu edhe ke harxhu kohë, është gjëna që me e hub. Ndodh ndonjëherë që dikush vjen për vizitë në shtëpinë tuaj dhe ti ke shumë dëshirë jo thjesht ta qerasësh me ëmbëlsira, por edhe me tinguj të pjesëve. Po tjetër, keno sidomos me shoqnin gjithmonë më thonë që kanë qef me më të lujt një pjesë. Pjesa që luajti Matea është një pjesë nga një artist shumë i njohur, nuk është luajtur asnjëherë në fakt në qytetin tonë. Është një pjesë e cilën ka shkruar Anthony Hopkins. Atë për herë të parë ma ka pas sugjeru mama e Emës, edhe ishte ma e vogël Ema në atë kohë, thot dorë, thot marrova për këtë pjesën, thot a mundet Ema me mësu si me thonë këtë pjesë. I thamon edhe pak jo, sepse ka dorën e vogël, sepse ajo është gjithë oktava, me thonë drejtën dhe me akorde, me shumë zëra. Dhe tashin verë do e mësoj me Emën, pa tjetër, edhe atë pjesë, dhe kështu që Matea e luajti ekskluzivisht, dhe me thanë për herë të parë në qytetin tonë, është një vepër shumë e bukur dhe mjaft impenjative që ajo ka gjetë kohë për me studiu. Kjo studio që sot është e mbushur, që sot është shumë entuziaste, që sot shpërndan kaq shumë mirësi, art, tinguj. Dua që në mbyllje të kësaj bisede të përfundoj me një duartrokitje të madhe. Duartrokitje tashmë për atë çfarë ju ndjeni. Ju vetë spektatorët ju kanë duartrokitur, tani do t'ju shpërndani ju këtë. Unë dua t'ju falenderoj shumë që sot ishin në studion Mirëmëngjes Shkodër. Shpërndat shumë çka, ndjesin më të bukur të shpirtit, muzikën. Me mësuesen tuaj të nderuar, Dorina Saraçi, që patjetër kudo që të jenë rrugët tuaja, në art, në skenë, në piano, diku tjetër, do të mbes aty si një gjurmë e bukur shpirti që ju ushqen vazhdimisht. Muzika do të jetë gjithmonë brenda jush. Faleminderit shumë, faleminderit mësuese Dorina, faleminderit të gjithëve. Suksese, urime pafund në rrugët tuaja të bukura të artit. Faleminderit.